nderuar kryetar, deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, më lejoni që sot këtu ta ngres çështjen e Euleksit. Në kohën që gjithë vëmendja ishte përqendruar te mbyllja e zyrës civile ndërkombëtare, e cila pa të drejtë u quajt për mbyllje e mbikëqyrjes pavarësisë, ndodhi një kërkesë më pak e vrejtshme që këtë mbikëqyrje të pavarësisë e forcon edhe më shumë. Kërkesa ishte kjo, që Euleksi të bëhet kategori kushtetuese në Republikën e Kosovës. Siç po duket deri tash, qeveria dhe kryeministri jo vetëm që e kanë pranuar një gjë të tillë, por madje e kanë pritur atë krah hapur. Unë mendoj që ekzistojnë 4 probleme të mëdha mbi këtë çështje, të cilat duhet të trajtohen me kujdes jo vetëm nga Kuvendi, por nga e gjithë shoqëria në përgjithësi. Së pari dihet shumë mirë që Euleksi po zhvillon hetime për 60 zyrtarë, disa prej cilëve përfaqësues të lartë të qeverisë. Dhe është vetë Euleksi që po kërkon të hyjë në kushtetutë. Kurse në anën tjetër qeveria që u pajtua me njëherë. Kjo do të thotë që vendimet e qeverisë ka hapësirë të dyshohet se janë marrë nën kushtet e mungesës së lirisë. Populli nuk mund të përfaqësohet dhe kushtetuta e tij nuk mund të mbrohet nga një qeveri e shantazhuar. Ky vendim nuk mund të jetë kredibil, sepse i hetuari po ja plotson kërkesat hetuesit. Kjo marrëdhënie është e korruptuar, prandaj vendimi nuk mund të jetë as objektiv, as reprezentativ. Së dyti, po futet në kushtetutë një mekanizëm që nuk e njeh pavarësinë e Republikës Kosovës. Sepse, siç e dimë të gjithë, Euleksi është neutral ndaj statusit të Kosovës. Në këtë mënyrë ne edhe kushtetutën po e bëjmë neutrale ndaj shtetësisë dhe pavarësisë. Ky do të ishte një gabim trashanek nëse ndodh. Në kushtetutën e Republikës Kosovës nuk do të zër vend asgjë që nuk e pranon shtetësinë e Republikës Kosovës. Dhe së fundi, po futet arbitrarisht në kushtetutë një organizëm i cili nuk zgjedhet nga qytetarët e Kosovës, por as nga institucionet e Republikës Kosovës. Si dhe një mekanizëm i cili nuk do t'i jep llogari për punën e vet institucioneve të Republikës Kosovës. Pra një mekanizëm të cilit do të duhet t'i përgjigjemi, por i cili nuk do të na përgjigjet neve. Ky mekanizëm do të përbëhet nga disa njerëz të cilët do të kenë legjitimitet kushtetues në njërin anë, kurse në anën tjetër do të kenë imunitet nga ligjet që janë nën po këtë kushtetutë. Kjo është në kundërshtim me demokracinë dhe unë çuditem se si një ide e tillë as pak demokratike vjen nga një mision i Bashkimit Evropian, në të cilën ndodhen vendet me demokracitë ndër më të zhvilluarat në botë. Së fundi është po ashtu me rëndësi të cekët se deri sot nëse e ke kundërshtu unë mikun, ke qenë demokratik, për shkak të mënyrës se si ka funksionuar. Njerëz të cilët na kanë qeverisë, po nuk kanë qenë të zgjedhur prej neve. Po nesër, nëse do ta kundërshtosh unë mikun, do të jesh antikushtetues. Ky do të ishte një kodifikim i antidemokracisë në Kosovë dhe shpresoj që Euleksi të mos hyjë në Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ju ftoj po ashtu juve si deputet të Kuvendit të Kosovës që të dilni në mbrojtje të shtetit të Kosovës.